njerëz u krym pushimet sash po kthehemi te mas. Do të thonë po bëjnë road tripin prej detit në Kroaci mu kthy në shtëpi. Taman bile edhe koha nisi mu prish, dita mu nis, veç tash t'ju tregoj që me 47% po nismi për këto, që keni pa në videon e parë, ju këmë thanë se po du me pas qaq rrym sa për me mri në superchargerin tjetër, kështu që s'kum pas nevoj këtu me mush, edhe për me mri në Jastrebarsko për 1 orë gjys mri me 12%. Qeku jena këtu. Kur t'nisësh me fmi, hala pa unë nisë mirë, duhesh me ardhë njëherë me ble, sene për rrugë, me hangër e me pi. Njerës që edhe 8.2 km mrina në superchargerin tjetër, këtu mrina jo si fillim me 12% që shkrujke, po me 7%. Pse unë i kom dhanë pak ma shumë gaz, edhe disha se kam rezervë hala, kështu që më isha me vozit pak ma shpejt. Deshta me thonë është se para se me mri kur ta jepsh një cilin që jo qanë me një supercharger, del këtu se bateria nis mu nxe, edhe mu pregadit për një mbushje të shpejt, do me thonë optimohet për mbushje të shpejt, që nuk e dëmton baterin. Për që ata, mos shkoni direkt në supercharger, po jepne njëherë në cilin në supercharger që me u pregadit bateria për një mbushje të shpejt, edhe kështu edhe e merë rrymën ma shpejt edhe mbushet ma shpejt. Për ndryshe, mos kujtoni se jam të vozit e të inqizu, se këshën e kolonën, pas ka kera plot, po e ku më shu autopilotin, edhe këj kujdeset, une me majt tempon, edhe me majt vijat, krejt, për që ata po mbandë njëherë tytit se nuk po këshyri drejt, po këshyri në telefon. E këto normal që Tesla nuk t'le shumë mos me këshyri për para, po sa herë më goni kujdesshëm. Për autopilotin, ajo FSD, Full Self Driving, ajo është krejt komplet tjetër. Aty fotja gjumë edhe këtë qërë. Që njerës, qysh edhe kallëzoj që kena me mërinjë deri në qëtë stacion edhe qështu u ba. Dhe me thonë, muni lirisht mi besu kompjuterit Teslas me qatë përqindje që mu dasht, mërinëm këtu që pat të që kiveni nëse keni pat videon e përparshme, mërinëm të që kiveni që planifikum me ardhë edhe me qatë përqind. Këtu për shifni sot po mushët shpejt, zarë unë nxe bateria mirë, me 175 kWh, qëtash i kam 23%, që për shifni këtu, për më mush 80%, më vynë edhe 35 minuta, dhe me thonë, masi i banëm 1 orë gjys gati 2, këtu qëtash pak dal ta dhezin ja, për qëto po thëmë, ju mundi mi shfredzu këto pauzat, për qëto sene, se normal ndalesh dikun nuk e pi në kjerë, edhe për shkak fëmijëve edhe krejt, po edhe pak mi livrit kamtë se me këshirë këtu na sen me ble. Po, une nuk më vynë mu me mush deri, do me thonë, 35 minuta,
deri në 80%, se këtu e kumbon deri në 80% me mush, po e mushit deri në stacionin tjetër, e që tash ta këshyrmi, sa dohet me mush deri në stacionin tjetër. Për shtyp me në shpi me shku. Po, nëse e keni të regjistru, mund ju me regjistru adresën e shtëpisë, atër s'ka nevoj me ja dhanë, veç e bani qështu, edhe e qet adresën e shtëpisë, edhe e llogarit. Trap që do me thonë mu deri në Graz të Austrisë, me mrinja atje më vyn edhe 15 minuta me mush, që me mri atje. Do me thonë nuk e mush unë këto 20 minuta ose gjysore, po e mush 15 minuta sa me mri të ky Graci, edhe mandej më mshoj që kjo. Për pak. Së për parkohet. Ky është incizimi I Teslës që e ka ba. Këtu dola edhe fola me këtë grundi, thash se a nuk e pa, po I ka edhe ato senzorat edhe krejt. Tha jo, tha unë më duket se preka. Po për na fag vetëm e ka prek pak edhe nuk pat as grithi, as shtypi, as kurgja. E kështu që krejt okej në rregull. Këshirën e kolonën na fak na e na të shku e si e na të ardhë. Nuk peti a kjo udhë që qonë edhe për Kosovë, që u thojnë mërgjimtar të knej, po që kjo është se drejt Zagrebit shkon, a na e na të shku drejtim tjetër. Në thonë në knej shlirë, a ne full. Inshallah Zoti ju nimon. Njerëz, jena nalë qëtu me një qendër tregtare, po e madhe koka, si Prishtina Malli ku ndoket. Këtë herë nuk e planifikova, do me thonë, mi gjetë ato superchargerat, sigur në kalume ku ka McDonald's ose najsen, se këto nuk do ishin, këto do ishin KFC me hangër. Kështu që grokit I thash, gjema KFC-n që ja dikon rreth autobanit, edhe ma më qojnë qëtë qendrë tregtare, qëtu pas ka KFC. Qëta është hajna këtu, edhe tani vazhdojna, cilin e këmë dhanë qëta është drejt në shpi. Në cilën supercharger të mnalë Tesla vetë, që aty shkoj. E gjetë kjo njerëz e keqe se une nuk e planifikova superchargerin e radhës, po veç ja dhash cilin, edhe ky më qiti pi autobanit, edhe më shtini me një katon. Opa! Opa! Tomasi ma zuni rrugën. Okej. Që po do të me shku në qëtë katunin, që to po ka
pamje të bukura, ama ku ka superchargeri dikon që ku ka mush. Po që ka Tesla të mira, se qënë Pse? dana që ti kur njëtë të Po, më thonë unë, S'pullona disa sajnë. më thonë unë si kinder vo. Veç me këshirë, aha fa pamje. Qëra të shpijat jenë atës. A të shes me banesën në janë. Po, vina këto. Qëton, që një shpi edhe kur një farë kojshie, rrëthëm rrëth, kryt rahat. So, janë e kipit rahat, këtë shima në Po, ama ta këshirë nga qëfar superchargeri nga që ki, ku më qëj. Po që desht me dalë për autobanit. E që shoda ka kolka. Kafe, në qëton në majet malit s'ma mërmenja. Edhe e kjo. Veç pa mi e mirë. Shoda që të nakë me pas shpijat. Ma e pak? Edhe me bli një dy pulla. Të këshirë në ku po më rrina që tash. S'pa vajnë o zëtë. Panoram. Që këtu. Do thonë që 1.1 kilometër superchargeri dikon 2 kilometra me ndarë për autobanit 2 kilometra për me mrritë superchargeri. Por që ta thash unë edhin kur ta planifikojsh ti jep pikat, atëherë është perfekt. Kështu tu është mu superizu, shka del. Ti jep cilin, a i qon cil, ama ta kallzon vetë ku do është më mush. Qëta është ma caktoj qëta? Bëllë mirë. Për të parën herë qëto jam, ta këshy në shkapja. Bëllë mirë, po problemi që ti le që për mush, po qëta është 2 kilometra kështu, edhe 2 kilometra kështu pi huk, kohë. Ase s'ma na kajnë fëmija. Qënë njerëz ku m'ka pru mbushje, patligjana pas ka taze, që atje pas ka dishka me ble automat, për ndryshe, ko ka thatë, veç një ato mush, edhe një erdhë që atje edhe une. Që aty një hotel, në majet malit, qëne. Që atje dikon autobani, pi që atje më heki, më pruni këto. Tu pas ka pas. Po. Që mund është me ble këto këshire? Blen pas ka kësi, qka janë këto, cuhini, a janë cuhini? Quhini? Salat pak pas ka met, edhe këtu shpende nëse don me shtina i sen. Ama që këtë quhini s'ko ka i keq. Me marrë një akine pare ti mu? Po, Atë shine? këto ko kanë tërë. Jo këto jo shumë të mira janë, po janë nuk janë taze. Ama që quhinin e kësha marrë. Edhe një, Po këtë përzhitin a disa të mira buon, hëtë jepi një të fara. shpe për ja jap një. Ka sa janë këto, ka 1 euro? Jo, më rrështë në biro njëra. Ka 2 euro, 4 euro, hajtë që. Zahlt das wirklich? Ja. Ja, was ist das? Gratis? Nein, das Jo, nuk ka Ai, gratis. shpende. Po dhe, i merë dhe shti do pare aty. Bio. A pëshet, thash unë se kjo është si në Kindavo këto stacionet e Tesla. Kur ta shtypsh aty cilin, qon dikon që s'ta merë menja. Çuditësh. Tu pas ka automat. Edhe
Që ku pas ka edhe një... Shka që kisha tori? Që atje pas ka frishe gëmyzje? Po. Ama në shtapi atje i mushin këto, se di. Ese njerëz, po, hera e funit këtu që po mushna, stash ju kallëzoj. Hera e fundit, hera e dytë, për 600 kilometra. Po, hargjimet, tani kur shkojnë shtëpi, i bëj gati dhe i shtin video ja kallëzoj. Do me thonë, qërne që tash i kam 26%, në shtëpi minus 13, do me thonë edhe 13% duhet më mush për me mri në shtëpi. Po, edhe 10 minuta. 10 minuta për me mujt me vazhdu udhëtimin. Po, kështu unë që këtu nuk e mushi, unë e full. I mushi edhe që to sa po bajnë 11% për qëto 10 minuta, sa të mëri në shpi, se në këto superchargerat ashtu shtrejt, sa është me rri me shpejt. Që me 125 kV ashtu mushi. A në shpi, unë e mushi me 11 kV me 5 euro e nota natën që dini për jashtë, te ato të Vjenës, edhe natën është rrima me të lirën, edhe mushi full. Për që ata këtu më vinë vetëm 11%. Për udhëtimin, shka kum pagu, shka kum bëu pagesa, për pushim, do me thanë, ato putarinat në Kroaci, ja u kallëzoj edhe një herë, ato i duhet mi ditë kush udhëtona për Kroaci, edhe për rrymën ju kallëzoj. Që dikush në veti sa po hargjon, Dafina, qëhet e nalt. Po, qëja. Edhe, do me thonë, unë e kum vozit 130, 140, edhe u ka në shumica e kohës të nalt, se këtu apshifni që kum hip në Austrina për male, e qëta është drypit e poshtë, tani në fund me ju kallëzu edhe në Vjenë, se prej qëto, do me thonë, prej mbushjes të fundit, do me thonë, prej ku musha ati në Kroaci, dhe qëto ka hargju 18 kW. Po. Tani më ju kallëzu mas kësaj mbushjes deri në shtëpi sa ka hargju, se te poshtë, po, hargjon pak më pak. Që njerëzve qëtë këto që unë është me vozit qëtash se bollu mush për me mërin cilë. Okej, edhe qëtash e nali edhe hecmi. Në mbrëmëm në Austri, shi kiamet. Dhe sa e të qëto malit, qëto është qështu. Dhe të naton, qëta është të mri ka Vjena, ku qit po ha. Po këthejmë më bere qëtë. Po, unë edhe shtash e kum ditë se sa herë që ka leqit me ka shqit. E më shumë romantik. Po, romantikë. Se është ku del Idhit, del edhe Ylberi. Hajde se që edhe pak rrëm. Qërë këtu, dhe 70 km, 71, me 18% më rrinë shpi. Dhe thonë, kur të rrinë shpi, kam edhe 18%. Edhe, po, që këtu, se thash parëse, që këtu të poshtë të ulshu, 16 kW në orë i hargjit. Kretë mbarët se që shvozit, të poshtë, të nalë, dimnit normal ma shumë, hargjit se bateria e ftoft. Qaja, që nisi me dalë t'i Që mirë buat janë të jekë që tje.
që s'patëm në breshën. Se me pas ra breshën e kishtë i kretë të. E qëtu e ka me rak me ra. Ka që kjo zonë. Që du lëdhjeve. Po qilat. Ky gjami breshën në dhja kur janë ato copat e mdoja garant të them. Ative tjerave kjera që nuk kanë gjami, ja ban bira, ti atë në gjamin, po këto gjamin muj me ndru. Edhe është edhe i stimurum, po do të me qumë bjeshtere në atën të ta. Kështu pështum që po del lidhe. Edhe plus ma lajti pak se u ba me plohën e zindit. S'ka nevoj me shumë me lajt. Edhe shkrekanit mirë, shërmet që tash rruga drejt rafsh, ka kap dilli pak shtu edhe ka nis me mu fletë, se u ba ma që 6 orë e tepër të vëzit. Edhe sa që lëshoj tempomatin, që tempomatin është i shumë. Edhe veç pak se qëto tella e ta redukoj pak atë shpejtësien. Këto që një tella e të ma. 78. E lëshova, do me thonë 2 herëve që shtyp tap të poshtë, ta, tap, e një tap, ajo asi, edhe qëta është plus të ndreqin pozitin. Dorën do një me majtë këtu se ky senzori ta qetë tani kështu në i dur në valana. Edhe fotja qonë. Ama më po. Më po kamera që e kam kryt anësh. Përsa ta bo një pipip. E që shtu pe provoj? Qëre edhe se e pash, edhe vijat e se ka baushtella ka masa për shef. Edhe vijat e portokall ta pinje. Hajde. Speti këta. Ja. Ja. Veç kur pe këthen kryet anësh. Edhe po para me pas FSD-n. Edhe pak. Do me thonë që shtash 5 shtetet e US e kanë leju. Stash pritet në Gjermani, nëse ban në Gjermani, atër ban edhe në Austri. Edhe tani veç në shoja ata edhe jepe cilin, edhe s'ki nevoj ma as dorën, ma e të ta as përgjë. Që njerëz më rënëm në Vjenë edhe unë alëm që të bila dishka me marë për në shpe me pas edhe thash t'ju kallëzoj veç që 153 kW do me thënë watt 153 watt janë 15 kW në 100 km hargjimi bateria i ka 77 kW kështu që bane e sa kilometra shkon me qëta. Po, thash edhe njëherë, mbaret krejt se që shvozit.
E njerëz tash erdh koha me ju tregu se sa janë kanë harxhimet. Do me thonë, doni me pas parasysh se jena kanë 5 veta në kerr, do me thonë 5 veta gati të rritun, muj me thonë, se s'ka fmi bebe ose najsen, 2 për para, 3 për mas, edhe plus gepek kena pas full, komplet, do me thonë, bagazhin për mas. Tani, për para që e ka këtë frankin, aju kanë full me haje me pije, edhe edhe plus për mas edhe për funi ka, ju kallzoj qëtash se ku kena pas edhe aty e musht, harxhime për rrym ja u kallzoj qëtash. Para se me ju kallzu, po ja u kallzoj se shka u kanë këtë e musht, se qëtash momentalisht i kena jek. Po, do me thonë, u kanë gepeki i musht, deri këtu nalt, këto e kum pas jek, edhe plus që kjo poshtë u kanë 2 çanta gati këtu i kazan. Kjo u kanë këtu e musht, full, edhe franki për para, do me thonë, edhe kjo u kanë këtu e musht me haje edhe me pije. Do me thonë, komplet kjerë u kanë i mbushur. E që ju premtova, stash harxhimet që i bona në autoban. Këto janë ato putarinat e autobanit, dikun 15,50 € të shku, edhe 15,50 € të kthy, do me thonë përgjithsi 31 € për autoban. E këto janë harxhimet që i kum bë për rrym, do me thonë në videon e pare keni pa në Vjen ju mush pak, tani në Sloveni, në Maribor edhe në Kroaci. Gjithsej ka kushtu 33 €. E tu u kthy, masi që më ka met pak rrym, mu ka ndasht veç 2 herë, 1 herë në Kroaci edhe në Austri tani para se me mri në shpi. Këtu shpenzimet janë kanë dikun 34 €. Do me thonë përgjithsi, me shku edhe me ardh, 1100 kilometra i kum harxhu 67 €. A ka naj benzin ose dizel që harxhon që kaq pak? Pra ke kjo vlogi i rikthimit prej pushimit. Faleminderit për shikimin, mos harroni me bë like edhe subscribe nëse nuk e keni bë edhe shimin e videon e radhës.